Mirëmëngjesi. Po kthehemi nga Gjirokastra, takimi ishte fantastik dje, entuziazmi ishte fantastik. Nisma Shqipëria bëhet është një realitet politike edhe në Gjirokastër, duke menduar që ato takime në ato përmas këtu e bën vetëm PS-ja. Natyrisht kjo e projekton nismën Shqipëria bëhet si një realitet i ri politik edhe në Gjirokastër, jo se kisha dyshime, por më duhet ta konfirmoja dhe e konfirmova dje. Takimi i radhës nesër në 11 në Lushje. Tani për të folur pak për këtë debatin që është hapur dje, natyrisht tërhoqi shumë vëmendjen fakti që nisma Shqipëria bëhet, ne kishim vendosur të afërmit tan në listat e mbyllura të partisë, ne kemi vendosur veten tonë në listat e hapura. Madje tek do të sqaroj diçka të vogël paraprakisht, tek videoja dje që bëm me Tikun kur ishim duke ardhur në Gjirokastër, ajo fjala budallënj në fakt, nëse e ndiqni kronologjinë e diskutimit që u bën atë video, ishte i referoi atyre tytave të Baltës, të cilët janë njerëz të paguar për të hapur dezinformime, sikur nisma Shqipëria bëhet, po fut të afërmit, po fut babain, po fut vëllain, këta po fusin të parin babain, të dytin. Fjala budallënj ishte dhe ju takonte atyre. Pra këta nuk e kisha fare për popullin, sepse pavarësisht se ndoshta shumë mund ta ketë keq kuptuar, më vjen keq nëse është keq kuptuar. Duhet të isha fol më qartë, por nga që isha në timon nuk e kisha shumë ndjet, thjesht u shpreha dhe duke menduar se e kuptuan të gjithë që kisha i referohesha tytave të Baltës sapo ta Tiku. Kjo është për të kërkuar ndjes për gjithë ata që janë keq kuptuar. E kisha për tytat e Baltës që janë njerëz të paguar, që kanë portale, kanë media, që paguhen vetëm për të hedhur Baltë. Por të gjithë eksponentët e nismës Shqipëria bëhet. Thënë kjo, për të dalë te pjesa e hapjes e listave të hapura e të mbyllura. Shiko, sistemi elektoral shqiptar parashikon që nëse në një qark të caktuar, të marrim, nuk e di, Durrësin, partia Nisma Shqipëria bëhet fiton 7 deputet. Durrësi ka 5 deputet në listë mbyllur, 15 deputet në listë hapur. Kur të ndahen mandatet, 5 mandatet e para do t'u shkojnë deputetëve në listë mbyllur, të cilët nuk kanë marrë asnjë votë vetja. Kupton? Pra ky është defekti i listave të mbyllura. Nuk kanë marrë asnjë votë vetja, thjesht duke qenë se partia ka marrë 7 deputet, 5 do të takojnë atyre njerëzve që janë renditur në listë mbyllur. Pa asnjë merit, ata s'kan asnjë merit fare. Kupton se votën e kanë marrë gjithë ata që janë në listë hapur. Por ligji nga PD-ja dhe PS-ja u bë i tillë që të parët do të paguhen, nëse mund ta quajnë, me mandat ata që janë në listë mbyllur. Dhe dy që mbeten do të ndahen mes atyre 15 vetave në listë hapur. Tani kjo është e padrejtë dhe kjo është arsyeja pse ne kemi luftuar kundër listave të mbyllura, kundër mbylljes së listave. Dhe duke qenë se ne u rrëzuam edhe në parlament, edhe në gjykatën kushtetuese, gjetëm një mekanizëm për të bërë të mundur që të 7 mandatet që presupozohet, po e marrim për shembull, do të fitoj partia Nisma bëhet, partia Nisma Shqipëria bëhet, falni, sa të mësoj me emrin e ri. Të 7 mandatet që do fitoj partia Nisma Shqipëria bëhet në Durrës, të shpërndahen mes atyre që janë në listë hapur, që kanë punuar. Dhe si e shmangnim në detyrimin ligjor për të paguar në thonjza fillimisht ata që ishin në listë mbyllur, ne tham të do të vendosim në listë mbyllur ca njerëz që do të tërhiqen para se të fillojë numërimi i votave. Problemi tjetër që lindi ishte, po si e garantojmë ne që tërhiqen pra këta njerëz, se mund të tundohen njerëzit, thotë ai, prit se pas se mund bën deputet një tjetër. E vetmja formë se si ne garantoheshim ishim duke vendosur njerëz shumë të afërt tanit. Pra njerëz që vërtet na duan ne. Dhe kush janë njerëzit që duan? Prindrit. Pra që ai do të jepte çdo gjë që fëmia teste përpara. Kupton? Për këtë arsye, ju do shikoni që në listat e mbyllura të Nismës Shqipëria bëhet, do gjeni prindrit atë. Nuk është surprizë, nuk është sekret fare. Të cilët, para se fillojë numërimi, do të tërhiqen. Natyrisht me vullnet të lirë, sepse prindrit do të na e lënë në radhën neve që
do të marrin pjesë në lista të hapura, sepse të kuptojmë, ne të gjithë të tjerë jemi në listë të hapur. Do të thënë, unë, Tiku, Endri, gjithë, Dorina, pra, kushdo është në listë të hapur. Dhe ky është mekanizmi që gjetëm për të garantuar që kur të ndahen mandatet që do fitojnë në çdo qark, ti marri deputeti, kandidati për deputet që ka marrë më shumë vota të emri vetë, sepse atë do populli. Pra, garën mes njëri tjetrit, neve nuk ne ndan kryetari i partisë, kryetari i koalicionit, kush është më i mirë e kush më i keq, kush duhet të vënë në parlament dhe kush nuk duhet të vënë në parlament, por na e ndan populli. Pra, kush merr më shumë vota të listë e hapur, të emri vet aty, të marrë të emri jot. Pa në soko, ta marrësh të emri, pa në jot soko. Ai shkon në parlament. Dhe ky është ai artifici që. E dyta, dua të shprem pak edhe për çështjen e le të themi mundësisë që ne kemi pasur me Dash Sulën për të bashkëpunuar. Dhe natyrisht këtu po i referohem edhe Agron Shea i dje, i cili u ndje i shqetësuar që u krahasua me Dash Sulën. Tani Agron, krahasuar ty me Dash Sulën është gabim, sepse Dash Sula e ka thënë në verb, në sy, Sali Berishës, që ti dhe Edi Rama e ka thënë në emër, Sali Berisha. Ti dhe Edi Rama jeni problemi këtij vendi. Jeni mallkimi këtij vendi. Sa ti Agron nuk të kam dëgjuar ndonjëherë ta përmendësh emrin e Sali Berishës. Zero. Thuaj Agron. Sali Berisha, jo establishmenti, jo, Sali Berisha. Siç është Edi Rama, është Sali Berisha. Thuaj Agron, mos ke frikë. Ha? Ose ik bëu me atë. Mos u të llovit kot. Ik bëu me Berishën, futu aty te lista. Kështu që edhe kur të krahasuam të bëm derë. Dashi është njeri shumë i respektuar. E natyrisht që nëse ju doni të kuptoni filozofisë si operojmë ne e kemi derën të hapur jo për Dashin, Dash Sulën, po për çdo demokrat, për çdo socialist që nuk ka probleme me drejtsinë. 2. Mbështet demokratizimin e sistemit zgjedhor, listat e hapura. 3. Nuk ka qenë ministër apo nuk ka mbajtur pushtet ekzekutiv gjatë maskaradës 34 vjeçare. Mbështet reformën në drejtësi, 4. Këto janë 4 kolonat që kemi ne. Çdo demokrat, çdo socialist e ka derën të hapur. Nuk intimidohemi fare, sepse kjo gjëja bëhet me bashkim. Kjo gjëja bëhet vetëm me bashkim. Dhe ne i bëjmë thirrje çdo demokrati, çdo socialisti, bujrum, hajdeni ta rrëzojmë këtë kast prej 3 personash dhe të drakulave të tyre që kanë kapur këtë vend. Kjo bëhet vetëm me bashkim. Kush mendon se do na intimidoj, jo po u bën me të vjetrin, jo. U bëm me të drejtën. Ne duam ta rrëzojmë. Këta njerëz janë në Shqipëri, njerëzit politik që janë në Shqipëri, patjetër që dikur kanë pasur prejardhje politike. Se nuk do mbin nga hiçi. Dhe në qoftë se ata kanë kuptuar që PS-ja në Edi Ramën dhe PD-ja në Sali Berishën, apo LSI-ja, Partia e Lirisë në Ilir Metën, janë partia autokratike që siç janë në parti do të reflektojnë dhe në shtet apo në pushtet nesër kur ta marrin pushtetin, janë të mirë pritur të vinë tek nisma Shqipëria bëhet. I kemi dyert e hapura. Nuk intimidojmë fare, vazhdoni. Të gjithë ata njerëz të ndeshëm, socialistë të ndeshëm, demokratë të ndeshëm, s'ka probleme me ligjin, s'kan pasur ndonjëherë post, nuk kanë dorë në vjedhjen 30 vjeçare që kanë ndodhur këtij vendi. Mbështesin reformën drejtësi, bujrum e keni derën e hapur. Në rregull, kjo për të qartësuar që të gjithë. Nuk është çështje pazari, është bashkim, duhet bashkohemi, e kuptoni, duhet bëjmë numra. Duhet bashkohemi sa më shumë. Duhet të bëjmë numrat për t'i mundur, sepse ne vemi vërtet për të mundur, nuk vemi për të nxjerrë panon deputet. Për të marrë 3 milion lekë rrok. Faleminderit e marr më shumë, po të punojnë privat. Nuk e bëj dot, nuk e bëj për atë. Dua të hedhim këta që siguroj të ardhmen e fëmijëve të mi. E gjithë me fëmijëve tanë. E duke siguruar tanë, sigurojnë dhe të gjithë shqiptarëve. Kaq ishte. Hajde, po merrni ndonjë gjë më të do lidhemi prapë.